Për raportin që kreu i SPAK e ka quar të KLP-ja, për Këshilli i Lartë i Prokurorit. Invers atë më përpara, bravo. Te KLP-ja, Çka bërë këtë? e cila do të çojnë në parlament, mes asaj bilancit vjetor që ta bëjnë për 2025-ën, mua më tërhoqën vëmendjen dhe po zgjedh me që s'kemi të shumë kohë, dy elementë. Së pari, u deklarua në raport nga kreu i SPAK-ut që janë sekuestruar 1.100.000 euro të politikanëve. Debati që bëra në parë, po. Ndërkohë, janë konfiskuar vetëm 100.000 euro. Janë sekuestruar 1.1. Ndërkohë, konfiskimi janë vetëm 100.000, që i bie diku te 9%. Pra, ta thash edhe parë, konfiskimi është shumë herë më i vogël, konfiskimi është rezultati vërtet i hetimit. Po ai është në vetëm 9%. Në 2025-ën, gjithë 2025-a, gjitha politikanë që kemi në Hamburg janë konfiskuar vetëm 100.000 euro. 100.000 euro tani atyre mund të bëj vetëm makina. Në qoftë se ne kemi bërë gjithë ato dhe parëgjojmë atje me 10 milion euro për të ndëshkuar të pandëshkueshme dhe ka vetëm 100.000 euro politikanëve dhe zyrtarëve të lartë, atëherë nuk e di ky bilanc pastaj se ku na çon. Ndërkohë, ajo që më ranë sy tjetër ishte jepi shifra e sekuestrimeve në total dhe thuaj që janë diku tek 40 milion euro, por e fusin bashkë me konfiskimet. Dhe nuk thoshin se janë konfiskimet. E tha, një moment që janë shumë pak, sepse janë proces... Tha vetëm për politikanët, për pjesën tjetër nuk e tha. Fakti që ata e kanë kamufluar, pra vlera e vërtet e hetimit... Nuk është ndarë si mbas viteve... E gjykimit, po marrë me 2000... Dhe bërë rekte të kriptomonedave. Lojën e kriptomonedave. Ato që thaj për 2025-ën, përfshirë dhe kriptomonedat, janë kapur vetëm grupi Çopja. Vetëm një grupi. Janë me kursin e kur janë kapur. Po, 17 milionë që vlerë. Se ishin 12 milion kriptomonedave. Tash i karon vlera. 12 milion euro, atë ishin 14 milion, se ka qenë dollar ato. Karon vlera dhe... Ato që pash unë nga sekuestrimet, po heq konfiskimu, po vetëm nga sekuestrimet, pjesa më e madhe janë kapur grupit Çopja. Pas kanë arrestuar Ervin Matën në Brazil. Po, ka një 3 orë, 2 orë. Para se të hynin në mision. Sigurisht në Brazil. Po lëvizje. Brazil e kanë arrestuar. Lëvizje, Bolivi, Brazil aty. Mediat ndërkombëtare janë çmendur. Aq i famshëm pas ka qenë. Qartë. Tani, Para se të hynim në emision. Ora 8. Pra, që ta mbyll të vlera dhe kjo më bëri vërtet përshtypje se ky është thelbi në vetvete i drejtësisë së re. Të kapësh, ndiq paran, të kapësh paran e korrupsionit dhe krimit organizuar. Pra, për gjithë 2025-ën, korrupsionit i kemi konfiskuar 100.000 euro. Ndërkohë, krimit organizuar i kanë kapur vetëm grupit Çopja, që po të thoshe atyre Çopjave vetë, ata kaq i dorëzoni vetë. Kaq para sa u kanë kapur ta. Ky e tha vetë që ne kemi ndjekur parimin ndiq paran. Po. Ne kur erdhi problemi, kur erdhi paranë është zero. Dhe te korrupsioni kanë ndjekur pse kanë kapur dot. Te korrupsioni janë fare. Ela tani se cili të mbajmë gjene vetë, ti tenden në tonë. Unë nuk e kuptoj këtë gjë. Unë kam qenë në gjyqin e Fatostanos, sa fillon të mbaronte. Aty si ishte televizioni, vinte gjithë media, bënde çfarë donte, si ishte televizioni shqiptar, sepse doktori e kishte televizionin dhe e përdorte 4 herë. Bile doktori merrte në njëre, dhe trokitjet e Petrit Kalakullis, kur i duhesh nërë. Ose të duart Selamit, ti kalon të këte që i merrte ai dhe pam, dhe i kalon të këte. Për gjykatën ishte live, për doktorin ishte nuk ishte live. Pra e përdorte televizionin dhe nuk e përdorte për gjyqin e Fatostanos, vetëm thuaj që çfarë thuaj. Si të thoshim me krahu i doktorit. Pra, me një kronikë e gatshme, është bëhet sot, që në gjyq u diskutua kjo dhe 90% e media që janë kontrolluar nga qeveria dhe nga SPAK-u, gënjejnë. Gënjejnë hapur, si shgënjejnë sot. Po pra, gënjejnë si të... Hajde të gjosh një pas... Atere, jepi a njerëzve të shikojnë live. Ka një shëmbull. Jepi provat. E ke Ilir Metën njeri unë më të korruptuar. Jepi provat aty. Ka një shëmbull. Ziri, të shikojnë zhuri që tjetër. S'munët me kontekstualizu 3 minutin prej 8 orëve në gjykim. Ka një shëmbull. Se si bëhet gjyqi live. Dhe është gjykata kushtetuese. Ka vendos një kamerë aty sipër dhe ka një regji qendrore dhe e transmeton kush do e fut live, kush do e shef në YouTube, ku të duash, por ata e transmetojnë live. Pra, nuk është një gjë që nuk bëhet. Gatron një gjyq kushtetues me një gjyq penal. Si proces, një lloj. Jo, po janë dy çështje komplet ndryshme. Është gjyq për çështje kushtetuese. Andi, ti e di që ka fazi në fillim u shpik për të mbrojtur Tomazo Bushetën, që ishte bashkëpunëtori drejtësisë, se mund ta vrisin, po. Tani, a di që në proceset e tjera, nga që nuk i lënë mediat këtu brenda, se ngatron ka fazi,
me gjyqin live. Ka fazin, s'ka mos të kundërshtimu që Dy janë bashkë. E para. Edhe mos transmetimi live, ka fazi janë bashkë. Në gjykat, sot ka vetëm transmetim audio, nuk ka video. Po audio. Që unë se kuptoj pse s'ka video, se kamerat janë. Por ka vetëm transmetim audio. Ndërkohë po them, në procesin tim, çdo seancën masën sigurisë, dhe sot kam bërë 7 kërkesa, nuk më japin audion. Jo të transmetojnë live, po audio që ka detyrim ligjor, nuk ma jep. S'do më dhënë, çfarë ti bëj unë? Ku të shkoj ti hyr t'ja marr me dhunë? Pa ditë mo? S'ta jep më burr. Bëja pa ditë. Po e kam bë pa ditë, më punë e madhe. Ku do të pa dis? Se a kupton është një sistem që e ka mentalitetin në kokë, veprojnë në këtë formë. Prandaj thash që javën e kaluar kur ishin në Kosovë, ajo gjykata atje e kishin qendrim tjetër se nuk të mbron kafazi aty brenda. Më shkruajnë shumë njerëz dhe më thonë transmetimi është shumë i rëndësishëm, sepse manipulimi që bëhet në media, që media është në dorë të qeverisë pjesa të mos e gjitha, manipulimi që bëhet në media është i frikshëm, më shkruajnë. Dhe kjo është arsyeja, përveç arsyes që është një gjyq me interesin më të lartë publik, deri sot pas gjyqit Fatos Nanos, që doli një gjyq Kesharak, pastaj në Kesharak dhe në keshim tani, Fatos Nano nuk jeton me, që gjyq i turpshëm, ky është gjyq i dytë, i Velisë do të jetë i tretë e gjithë. Janë fajtor, të përgjigjen deri një, por populli të shikoj në ekran. Ylli, nune personalisht. Po kërkojmë të lirohet i Limeta, ne po kërkojmë të shikohet çfarë ka. Ylli, çka ka bërë. Nune dua që presidenti im, ish kryeministri, edhe ish kryetari i kuvendit të di pse ka vjedhë dhe pse është i korruptuar. Kaq duhet. Ai do ta tregoj popullit. Duhet ta di pse dënon. Tregoja popullit shqiptar. Populli shqiptar ta shikoj konkretisht. Po themi drejtësia është se varet. Jo tani del një njeri me një kamerë kështu, pastaj një tjetër. Jo nuk është thjesht me mbrojt metëm, ajo është me bë transparencë publikut. Tani un kam pagu shpindur që i ka provë. Ne do të jemi në proces. Sa i rëndësishëm është ky proces, shikojmë për drejtësinë. Patjetër sa filloi. Ky Velis dhe tjetri sapo ka filluar. Nëse do dënohen pa prova këta njolloset drejtësia më keq akoma e të gjithë dhe ka të drejtë bërtasu se Monika Jurikimi e të gjitha. Si që thamë... Ky është njeriu që mblodhi firma dhe bëri 140 votë. Unë kam edhe një pyetje Hoxha në kjo pjesë jeti. Rozhan ndihmojnë çik të pi një kafe Arlind Qori se ai është strikt dhe i përmbahet rregullit orarit, që mos na thotë gjë. Të pinjë kafe të gjitha dhe do vonojmë 10 minuta dhe i kërkojmë ndjes, se është për pjesën e dytë ai, bashkë me kolegët. Tani, dy pika kisha unë, që ti mund t'i përmbledhësh në qoftë se s'ka rëndësi kjo e para, kreu i Spakut ka raportuar sot në KLP. Po që se ka thënë një shumë të rëndësishme, ne ta themi këtu. Po që se po s'ka thënë, kemi një ekzekutim burë e grua në Lezhë. Jakmarje ishte thonë të gjithë, po, vazhdon historie e shpellave, është akoma më tronditse se sa një bandë, një drogë të gjitha, është shumë tronditse, që në kohën më moderne që jeton bota, këtu vazhdojnë gjakmarja. Ka një mendim për të, se pas sot ditë me dhe kishën gjakmarja.